Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike dhe të aktualitetit me zotin Fatmir Merkoçi, njohës mjaft i mirë këtyre zhvillimeve. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Faleminderit edhe. Rrofsh, do ta nisim nga politika për të vajtur më pas te Spaku, rinumërimi në gjykimin tuaj po ngjit edhe si kaos, por duket sikur është ftohur, nuk e di ju si e keni parë, se ndryshim nuk besoj që të prodhoj, derisa s'ka lëvizur gjë deri tani, po një gjë kanë konfirmuar, gjithë kanë futur duart te votat e njëri tjetrit. Ajo që është kryesore, domethënë që unë e kam cituar që kur e kërkuan rinumërimin, thash nuk do nxjerrin ndonjë gjë, por ajo që do nxjerrë amullin që kanë brenda forcat politike. Pra partitë politike më tepër janë të interesuara për marrjen e votave njëri tjetrit, pra kandidatët të cilët janë dhe caktojnë komisioner, dhe thash si nga njëra anë dhe nga ana tjetër, se edhe po të shohësh atë pjesën ndërmjet dy kampeve të quajmë tani, pra opozit, nuk ka ndonjë diferencë apo ndonjë marrje votash nga njëri krah apo nga tjetri. Gjëja më e madhe është marrja e vota brenda koalicionit, partisë, apo transferimi i votës nga një kandidat te kandidati tjetër, kandidat preferuar, siç i quajnë këta, të njërit apo të tjetrit. Dhe nuk solli absolutisht ajo që priti, domethënë zhurma që bëhej, që është tjetërsuar, është vjedhur, është komanduar. Është vërtet që ajo që kam deklaruar i mbeten besnik që Rama ka ndërtuar një makineri shtypse, vrasëse, vjedhëse, quhet si duash, nuk ka rëndësi, do përdorte gjithë administratën shtetërore dhe kjo ishte bërë e ditur opozitës. Nuk është se nuk ishte bërë e ditur dhe opozita u ndodh gafil në këtë moment. Problemi është se opozita nuk mori dot masat e saj, nuk pati atë mundësinë për ta bërë popullin për vete. E para, duhet ta pranoj, nëse nuk e pranon është çështja e saj, pastaj nuk është e imja. Por ajo që është kryesore, nuk u ngrit asnjë kaos gjatë fushatës. Nuk pati asnjë lloj fryme gjatë gjithë fushatës. Dhe fushata, themi të vërtetën, nuk është opozita, nuk duhet ta kishte filluar fushatën 20 ditë apo një muaj para, duhet ishte shumë më aktive në sa i përket aktivitetit të saj politik. Gjë që nuk e transformoi dot tek qytetarët, pra nuk e përcolli dot tek qytetarët, sepse nuk ngriti kaos. Në momentin që nuk ngren kaos, nuk përcjell dot frymë. Dhe është e kuptueshme që në një sistem i cili duam apo s'duam ne, na pëlqen apo nuk na pëlqen, Rama ka ndërtuar një mafia shtet. Nuk është e padiskutueshme kjo, sepse kjo nuk është se themi ne, se kur e themi ne, zakonisht nuk ju pëlqen. Duhet ta thonë të huajt. Dhe të huajt çuditërisht e kanë cituar, kanë thënë që ka përdorimin e të gjitha administratës, ka përdorimin e ligjit, ka përdorimin e forcës të bandave të gjitha, domethënë I huaj e tha dhe Laci Vita, apo nuk ngjiti? Laci Vita nuk tha se çfarë, dëgjoj, Laci Vita nuk mund të ngjisi gjë për një arsye. Kur flasi huaj, unë flas për raporte, nuk flas për deklarata individuale të njëjit apo të tjetrit. Unë flas për raporte. Laci Vitës vërtet nuk i kanë ngjitur, ashtu siç nuk kanë ngjitur dhe raporti i Departamentit të Shtetit ku flet për një vend i dytë në botë i korrupsionit, pastrimit parazi, drogës, ë? Pse? Sepse vetë politika nuk e përcjell në atë formë, nuk ka besueshmëri, ka një problem të madh duke trumpetuar diçka çdo ditë dhe në mënyrë, domethënë, hajde denancojmë të për ditë dhe veshin njerëzve fillon edhe mësohet. Pra, shqiptarët janë mësuar të keqen tani. Dhe nuk i bën më përshtypje se po thua ndaj gjë të re. Vetëm gjë se po e ndërpres është po ngjitin edhe në media, mund të gjisë në video, po dokument i shkruar, sido që të jetë shkruar, nuk ngjit më. Po edhe video dhe dokumenti, mos harrojmë për shembull edhe video dhe dokumenti, po deklaroj për shembull që për sa i përket inceneratorëve, dokumentin e parë kam nxjerrur. Dhe u desh janë 3 vjet, 2 vjet opozita, pas 2 vjetësh u kujtu për interesit X apo Y dhe nxorën. Por mediat për shembull, atë që unë kam deklaruar dhe kam votuar me
me foto, me vendim, me të gjitha, është pastrimi i qytetit. Plera. Çuditërisht opozita nuk ka reaguar kurrë. Ka thënë ndonjë llafe pas një viti, gjys 2 vjetësh u kujtuan, ta thonë ndonjë fjalë, po pa pasur në një impakt tek njerëzit. Domethënë, u fokusuan tek ajo që të fusim Erion Veli në burg. Futën burg, çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Qyteti ngeli, po ky që është. Shkatrimi ngeli, ky që është. Zinxhiri nuk e mban Erion Veli apo XY. Ai është një sistem, ai është i futur në sistem. Në momentin që është futur në sistem, ti duhet godasësh sistemin. Dhe jo pa qëllim, kur është bërë reforma, kur nisi të bëj reforma në drejtësi, hapat e para, jo më kot deklaroja, që thoja që pranoni një herë që ka rënë sistemi, pastaj ndërtojmë sistem. Ne nuk ndërtojmë dot sistem. Ne vazhdojmë akoma me sistemin 80 vjeçar. Është e kuptueshme që sistemi parlamentar në Shqipëri ka rënë. Nuk mundet të ecë më. Është provuar, ka prodhuar gjithmonë diktator. Ky lloj sistemi që kemi prodhon diktator. Dhe ne këtë kemi provuar. Si e kemi provuar? Kemi provuar me regjimin që krijoi diktaturën, po me parlament ishte. Por edhe para kësaj, tek e fundit, pavarësisht se ne quajmë pastaj që ndërtoi një shtet e u bë njëra tjetrën, po ishte elita në atë kohë. Po edhe kur erdhi zogu në pushtet, domethënë kur u bë mbret me parlament erdhi prap. Pra ky sistem prodhon këtë lloj gjëje. Dhe po ti vesh re, të gjithë sistemet parlamentare prodhojnë këtë, sepse flasin në emër demokracisë, se nuk dhe tek e fundit ka një shumicë parlamentare dhe e mbyll. E voton ligjin, e bën, e kalon. Dhe këta bën atë pjesën tjetër pastaj që hoqën dhe referendumin popullor, që do thotë që kaluan direkt në autokracinë e personit. Pra, në Shqipëri nuk përmenden emrat e partive, por në Shqipëri përmenden vetëm emrat e kryetarëve. Dhe ne vazhdojmë, nuk themi për shembull Partia Demokratike, po themi Sali Berisha, nuk themi Partia Socialiste, po themi Rama, nuk themi Partia Republikane, po themi Fatmir Mediu, nuk themi XY, e kuptoj, nuk themi Partia Agrare, themi Agron Duka, por edhe këto partitë e reja që gjoja u krijuan për të bërë një ndryshim, po t'i vesh edhe këto po me emra kryetarësh. Pra, mentaliteti është po i njëjtë. Dhe ky sistem, unë e them gjithmonë, ky sistem ka rënë, hajde të ndërtojmë sistem të ri. Kush është sistemi? Ose qyse presidencial, ose presidencial, ndryshohet kushtetuta, të zgjidhet nga populli, do ketë bëhet me 2 dhoma, me senat, siç e kanë republikat presidenciale në gjithë botën. Dhe sjell zhvillim. Deri tani nuk kemi asnjë lloj zhvillimi. Përkundër, kemi keqësim të situatës politike në Shqipëri. Edhe te kjo e ndryshimit sistemit, përpara se ndryshohet sistemi gjithëve, gjë e parë që do shkojmë mendje shiko kush do jetë presidenti. Pastaj hajde bëjmë sistemin. Po, gjëja e parë do jetë kush do jetë presidenti, por ka një problem ama, nëse nuk do jetë presidenti i një personi. Nuk do jetë presidenti i një, se do ketë garë ndërmjet, pastaj sa të fortë janë. Po prap ne shkojmë tek vota, zoti Merkoçi, prap tek vota. Patjetër te vota, por ka një problem se te vota kur shkosh ke votë, dëgjoj, gjithmonë ka një vështirësi. Se gjërat po të ishin se arriheshin kaq kollaj dhe kaq thjesht, nuk kishim këtu ku jemi. Gjërat normal që ka vështirësi, sepse ajo që e kam deklaruar në vërtet ndryshuam sistemin, po e ndryshuam vetëm në emër. Rrëzuam simbole, po nuk rrëzuam mentalitetin, nuk ndryshuam mentalitetin. Dhe këtë e kanë bërë partitë politike, nuk e ka bërë se e ka fajin popullit, nuk ka faj popullit. Kështu u shqyë dhe kështu u bë. Tash vjen momenti që të krijohet një gjë, por ç'a ka ndodhur në Shqipëri? Në Shqipëri ka ndodhur edhe pjesë, këtu është pjesë tranzicioni. Pra, nuk ka vend botë. Besoj unë, me sa kam lexuar, që 35 vjet tranzicion. Ç'është ky sistem tranzicioni? Ky është 35 vjetori i vazhdimësisë të atij sistemi, atij mentaliteti. Edhe më e keqja është që opozita që pritet si të frymën ndryshimi shpresën, pavarësisht i rezultati, tani me kalimin e ditëve duket zoti Merkoçi sikur është ftohtë, sikur s'u bën përshtypje më që dalë ndonjë zë atje,
për një ndryshim, për një analizë, për një gjë ndryshe, domethënë thjesht presim Berishën një javë që Berisha smur 3-4 ditë, atje që heshtje varri komplet, domethënë. Dole pra aty që thashim, Emri këtu janë vetëm emri i parë. Të tjerët janë fasadë. Pse ndodh kjo? Ndodh sepse në Shqipëri për 35 vjet nuk u krijuat dot e djathta, apo ajo që është më kryesore, djathta konservatore, siç ka gjithë bota. Pra Partia Demokratike u krijua si një frymë e re, si një frymë kundërshtare e Partisë Punës në atë kohë apo Partisë Socialiste më pas, u krijua si një forcë djathtë reale, ku shtyllat e Partisë Demokratike në atë kohë ishin pronarët, pjesa ishte për ndjekur. Për ndjekur, themi unë, nesit, mos i futim kësaj, po të për ndjekur po e qymë tani, për ndjekur politik, edhe këto ishin shtyllat, bazat. Por kur erdhi puna, kur erdhi në pushtet, asnjë nga këto baza nuk përkrahu. Dhe ajo që është e keqja, se kjo ishte thelbi dhe themeli të djathës. Pra të djathën këta nuk e lanë të bëhet të djathën. Dhe në vend që tik të djathtas, sa më djathtas dhe drejt konservatorizmit, shkoi rrëshqitin në qendër. Tash Partia Demokratike është partia e qendrës. Në një parti që vetëm Agron Shehaj është djathtas. As Agron Shehaj nuk është. As Agron Shehaj, sepse po të Agron Shehaj, dakor do ta marrën Agron. Kush është kundërshtar politik flasë, jo kështu. Kundërshtar politik, konkurrent politik brenda partisë Agron Shehaj, ka njëri jo. Partia e kryetarit është. Fal, pa e djatha nuk është partia e kryetarit. E djatha ka ndryshim dhe ky popull këtë ka, që nuk e ka provuar kur të djathën. Se ç'është e djatha dhe e djatha konservatore, ajo që krijon, se unë pyetja më e thjeshtë është kush është elitë në Shqipëri? Ka elitë në Shqipëri? S'ka. Në Shqipëri ka intelektual quhen, vazhdojmë quajmë intelektual ata diktaturës, vazhdojmë me atë lloj termi, me atë lloj emri, sepse nuk ka elitë. Dhe duke mos pas elitë, nuk ka të djathtë. Automatikisht nuk ka të djathtë. Mi po këta mundohen në mënyra të ndryshme, prandaj edhe nuk arrin që të krijojnë atë besimin tek njerëzit apo tek votuesit. Sepse kur ti thua, unë do bëj këtë, do bëj revolucion, revolta, mosbindje civile, nuk futem me Ramën këtu, o sot, o kur, radha jon, krye jon, ku janë 500 gjëra. Dhe në fund fare, nuk e realizua asnjë. Ti në këtë moment elektoratin tënd e ke zhveshur nga besimi që ti do vish. Dhe ky lloj, se mos harrojmë, dëgjoj, Rama mund të ketë, po sa vota ka Mangut PD-ja? Pyetja më e thjeshtë. Sa vota janë Mangut? Janë 200.000 vota, Mangut. Që ka PD-ja. Po si ka mundsi, dakord të i voti, po këto Mangut ku janë? Ka një analizë? Jo. Po prit një herë, pasi bëjmë ne këtë, bëjmë atë, pastaj do bëjmë analizë, s'ka për të bërë më. Se s'është bërë për 35 vjet, nuk është bërë kjo analizë, jo të bëhet sot. Pse? Sepse ata që janë aty, njerëzit që janë aty, që janë të Sorosit brenda PD-s, dhe që gjoja janë kundra Sorosit, po janë të Sorosit. Pas kanë qenë këta për të ftuar ndasëm, duket. Bravo. Këto e ka, ndasëm janë gjithë ata, po këta e kanë bunkenerizuar partinë. Dhe këta nuk lejojnë, sepse e din shumë mirë që po të jetë se do vihet djathta brenda, ata automatikisht nuk e gjenë më veten. Edhe duke mos me e gjenë vetëm, pastaj çfarë bëjnë këto gjëra që i dredhin, i largojnë njerëzit, i bëjnë. Pse? I largojnë pikërisht për të vetëm arsye sepse këta janë të ngulur ke uni. Nëse u ngritën në 90-ën, u ngritën pikërisht për të luftuar unin. Po nëse kalojmë nga një unë ke uni tjetër që si ka emri, ajo që unë për shembull ju them, unë vërtet jam me Trumpin, po nuk jam me Trumpin si Trump, unë jam me frymën që sjell. Frymën që sjell. Rezultati është fryma, është alternativa, është kjo që jep. Nëse erdhin dhe mori votën plebiscitare si rrallë herë në Amerikë, për çfarë bëri? 3 gjëra kishte në fushat. Kom, zot, familje. Dhe me këto e bëri. Luftë kundër LGBT-s, luftë kundër Soros. Po, i një gjove ndonjëherë këto gjëra në fushatën e opozitës? Jo.
Ata dolën, ka ardhë ky do e shemi Ramën. Pra do vite ky, si bombë atomike, do vite ky do shem të Ramën. Po nuk pat atë një reagim, as nga ai qoftë edhe një reagim pas zgjedhjeve, si ka mundësi, domethënë një shkëputje, një prerje totale. Po nuk ka se çfarë reagimi ai, dëgjoj mirë, ai mund të jetë arkitekt shumë i mirë. Unë nuk e vend dyshim fare, unë nuk po vend dyshim aftësitë e tia. Por aftësitë e tia janë të mira për në Amerikë, për mentalitetin e Amerikanëve, për mentalitetin e atij populli dhe për gjendjen sociale, kulturore, ekonomike që është ai vend. Po nuk është për Shqipërinë. Nuk mund të vi në shtëpinë tënde një huaj të rregulloj shtëpinë tënde kur nuk di se ku janë brimat e shtëpisë. Dhe kjo ishte madhe. Aq vetëm për 30 ditë. Po mua pa edhe për 30 vjet nuk e bë dot. Nuk e bë dot se është shtëpia jote. Dhe shtëpinë tënde se rregullon dot një huj. Ti mund ta marrësh si këshilltar, mund ta dëgjosh, mund ta bësh, dakor. S'them gjë. Mbaje për një program, po edhe programin që bëjnë këta. Nuk mund ta bëj amerikani programin për Shqipërinë. As gjermani, as francezi, as anglezi, as njëri se po do. Po se do ta bëjmë vetë. Ajo që ne kemi provuar për 35 vjet. Kushtetutën e Shqipërisë e ka bër Sorosi, e ka bër ajo Komisioni Venecias, e ka bërë një copë kemi marrë ke gjermani, një copë ke francezi, një copë ke italiani, një copë ke amerikani dhe na ka dalë një çorp derrësh. Që ne e vuajmë sot. Sepse nuk ka as dok, as zakon, as gjuhë, as bot kuptim, ha? Nuk e kemi. Dhe kemi këtë lloj kushtetutë që kemi. Pse? Sepse kemi marrë të arnuar, të coptuar me një nen këtu, merr këtë, merr atë dhe ne qymë kushtetutë jo. Nëse do bëhesh mbi bazën e dokeve, zakoneve, qoftë të mbështetur në dy kanunet, qoftë kanunit veriu dhe qoftë kanunit labris, dhe ishte kushtetutë tjetër. Po nëse kemi, pse? Sepse hecim me këtë lloj mentaliteti. Se duam të tregohemi më europian se europian, duhet të tregohemi më amerikan se amerikan. Por prit se nuk ndryshon dot në 10-20 vjet ti ta ndryshosh kulturën 17 herë. Po. Dhe prit ti pastaj zgjedhje, po sa herë është ndryshuar kodi? Kodi zgjedhor. Bylyk Bashi tha që duam një kod të ri, reformë zgjedhore pas zgjedhjeve, pak ditë më parë, kështu që prap nga fillimi. A e bëri Bylyk Bashi këtë kodin e fundit? Nja 3-4 që mbaj mendun ai ka bërë. Po pra, a e bëri ky herën e fundit? Po. Tash ti e bëre, e kishin tavolinë. Tash si del direkt mas zgjedhjeve dhe thu fajin e ka kodi? Jo më jo fajin e ke ti. I këti. Po këta nuk janë mësuar me të mbajturit përgjegjësi politike. Nuk e njohin dorëheqjen. Nuk e njohin lëvizjen politike. Dhe unë jo më koti këta i kam qytë para politikan, se atë që e lëshojnë, nuk e lëshoj kotë, se nuk jam, domethënë për të thënë një llafe kotë, për të bërë show. Mos më intereso fare. Unë them ajo që është. Dhe të dali dikush e thotë, jo, kjo nuk është kështu. Kjo nuk është kështu. Kushtetutën këta e bën. Në 98 kam qenë njeriu që bëra në atë kohë propozimin që opozita ta bojkotoi kushtetutën se kjo kushtetutë nuk është. Dhe realisht ashtu u bë. Opozita e bojkotoi. Por çuditërisht në 2005 kur erdhi PD-ja nuk e bëri kushtetutën. Pra, praktisi nuk e votoi dhe në 2005 kur erdhi në pushtet vazhdoi me tjetër kushtetutë, pra me atë kushtetutë që ti e kishe praktisur. Dhe çfarë filloi? Hiqin nen, vejnen, bëjnë ne bërë këtë. Arriti deri ke çudia më e madhe, kur një gjyqtar i gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë zgjidhet me 3/5 e votave në kuvon, presidenti i Republikës zgjedhet me 71 vota. Pse? Sepse ashtu ishte momenti. Pra, këta dhe ndryshimet që i bëjnë për momentin. Dhe pra ne dhe nuk ngjisin, pra ne nuk japin dot frym, pra ne nuk ngrenë dot kaos. Dhe tani, a shkon më 35 vjet histori, na vodhën, nuk i ngjit më njerëzve. Se jam mësuar veshi me atë fjalë. U mësua veshi me atë fjalë,
por më duket se po mësohen edhe me këtë qeverisje. Tani, si është gjendja në kampin, ju si shikoni të majtën, atje ka nisur shkolla për deputetet e ri, Rama u kthye nga dasma e globalistëve, siç shkruani ju në një nga postimet tuaja që unë i lexoj shpesh, por çka ka, domethënë aty ka problem ndoshta motivimi për një mandat të katërt, si mundet Rama që ta rienergjizoj edhe një herë? Ai nuk bën asgjë më tepër se sa shfrytëzon dobësinë e opozitës. Nëse do kishte një të djathtë reale në Shqipëri, Rama nuk do qëndronte dot. Kjo është taksative. Por duke pasur se Rama ka një mbështetje totale të Sorosit, se është vegël e Sorosit dhe e deklaruar se edhe në dasmën që vajti nuk ishte probleme se u martua Leksi e shkojnë gjithë në dasmë. Atje ishte një mbledhje globaliste. Atje ishte një mbledhja për se edhe po të shohësh kush ka qenë në dasmë, kanë qenë gjithë kokat e të majtës. Dhe atje ishte për të marrë disa vendime të cilët u morën realisht. Pasojat do t'i ndjejmë pak më vonë. E prekin Shqipërinë? Patjetër dhe Shqipërinë prekin botën, jo më Shqipërinë. Përveç asaj të emigrantëve, që ju shkruani prapë do shkojtë statusi juaj. Si? Të vërshimit të emigrantëve në Europë. Patjetër është programi Sorosit, se edhe luftat që bëhen sot, edhe lufta që bëhet aktualisht sot, është çështja e emigrantëve. Pra, zbrazja e një vendi për t'i dërguar në një vend tjetër. Për shembull, shohësh luftën që u bë në Irak. Vetëm 1 milion janë në Gjermani. Pa llogarit vendet e tjera të botës. Europës. Ndodh se këta duke ardhur në Europë, se në Europë do shkojnë këta. Nëse ndodh një luftë, këta emigrantë në Europë do vinë, nuk kanë ku shkojnë vendje, se s'kan për ditë në Kinë, jo. As në Indi, as në Kinë, as atje, jo, këta do të vinë në Europë. Se vinë aty ku është mirëqenia më e mirë, që ata gjykojnë që është më e mirë. Dhe vinë drejt Europës. Mirë, po çfarë ndodh? Europa është e zbrazur, e plagur. Mirë, po mos harrojmë se për 2 dekada shembullin e kemi në Shqipëri. Po, edhe Shqipëria. Për shembull, Shqipëria nuk ka tani ardhe emigrantëve, që ti i pranon emigrantën në mënyrën kaq të hapur, pa asnjë lloj problemi, do vi puna që këta do zënë vend. Do zënë vend siç kanë zënë vend. Mirë, po problemi është një europian bën një fëmijë ose maksimumi 2. Është i lumtur po bëj 2. Këta bëjnë nga 5 nga 10. Atë raca europiane, do dalin në minorancë. Shqipëria ka një shancë. Kush është shanci? Shanci është si tokë e bekume, kjo nuk mban të huj. Shqipëria nuk mban të huj. Është vetë toka që se mban. Po ti vesh edhe kur vin këtu, rrin një muj, 15 ditë, 2 muj, 3 muj, sa bëja të leta dhe hiki, nuk rrin këtu. Nuk i mban vetë toka, na ka dhënë Zoti këtë. S'kemi çfarë bëjmë, është natyrë kjo e Zotit. Tu edhe çuditërisht kanë kalu 6 ushtri në Shqipëri dhe edhe nuk kanë bërë dot gjë, nuk kanë qëndruar dot. Pavarësisht X-it, Y-it, Z-s, nuk kanë qëndruar. Por, ky është programi që Sorosi e ka bërë për të gjithë Europën. Dhe po të shohësh sot në Europë, lufta për klandestinët është shumë e ashpër. E ashpër në atë sepse atje është një djathtë, është një gjë tjetër. Nuk është si Shqipëri, që këtu çdo me ditë njëri, domethënë tu është bo hajde ti bëj çfarë dush. Tu mund shesësh, mund blesh, mund bësh pazare, mund bësh sepse tha, jo pa qëllim ta thash që Rama nuk do qëndronte dot as 24 sekonda. Boll me deklaratën që u bë në NATO vjet, ku Shqipëria u qyt një vend i cili Rusia kishte agjenturën e saj ku vepronte, Rama do të kishte ikë. Raportet e Departamentit Shtetit apo të Europës që thonë vendi parë në korrupsion, në pastrim parash, në drogë. Madje këtë rusëve kishte edhe Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian pak ditë më parë. Po patjetër, sepse ata ke njëri tjetrit të japin edhe i marrin informacionet, unë nuk e diskutoj. Pra, dhe unë kjo e kam që nuk do ishte. Atë duke pa një opozitë të tillë, e cila unë i quaj rrogtar,
që mendojnë, deputeti mendojnë vetëm thjesht shkojnë në parlament, marrin rrogë dhe kaq. Flas gjithmonë për pjesën e opozitës, se sa i përket Ramës pastaj. Unë e di se unë jo pa qëllim këtë kam kohë që unë e përdor që them kjo është një shkollë me klas. Hajde aty punsoj, jepin e rrogë, kartonin e ngejnë si durë, është me kalamaj. Është me kalamaj. Tek vendimi tjetër mikro, çfarë mund të jetë marrë për Shqipërinë tek globalistët mendoni, përveç kësaj në përgjithësi që folëm për emigrantët? Globalistët duan që tamam Osman. Shqipëria është caktuar vend eksperimental. Fatkeqësisht. Dhe Shqipëria është vend eksperimental. Nëse bëhet reforma në drejtësi, nuk u bë me asnjë vend tjetër dhe nuk e lejuat bëhet me asnjë vend tjetër përveç Shqipërisë. Çdo eksperiment që do kjo botë për të bërë është Shqipëria. Shqipëria sepse duke qenë një vend që në fatkeqësinë tonë konferenca e Jaltës e la rrugë kalimin, në as lindje as perëndim, po ta në letë tjetë aty rrugë kalimi. Dhe ngelimi, derisa të bëhet një konferencë e dytë, kështu do ngelimi rrugë kalimi. Por ka një bazë më të fortë, sepse kemi pas diktaturën më të fortë në Europën juglindore. Dhe duke pasur një diktaturë më të fortë dhe ka ndodhur ajo që s'ka ndodhur në asnjë vend tjetër, në një vend që u vra elita e këtij vendi dhe u zëvendësua me këto intelektualet e famshëm, me bitë e partisë apo me ndërtimin e njeriu të ri. Pra sot kemi njeriu e ri në skenë, atë që diktatura ndërtoi, ata janë tash në skenë, njeriu i ri. Dhe duke qenë në këtë lloj forme, gjithmonë kërkohet një pik bazë. Dhe pika bazë, nëse ishte në Hungari, iku nga Hungaria, shkoi qendra e Sorosë, shkoi në Gjermani, pastaj nga Gjermania në Serbi dhe tash nga Serbia do të vi këtu. Dhe ndërtimi i gjithë këtyre kullave që ju shihni, që janë totalisht të pashitshme, këto janë zyra dhe qendrat të cilat do bëjnë sorosianët do t'i ndërtojnë. Dhe ata e duan një vend të tillë. Dhe vend më të bukur se sa Shqipëria dhe më të mirë se sa Shqipëria nuk kanë ku gjejnë. Pse? Se kemi qenë në 90-ën, mos harroni, kemi qenë 4.200.000 banor, sot jemi 1.800.000, 1.700.000. Statistikat e nxjerrin, por banor që jetojnë në Shqipëri nuk janë më tepër se 1.800.000. Dhe ky vend i cili është i shpopulluar, është terren të hapur, ky është një nga vendet më të mira që Sorosi të ngulitet, duke pas parasysh Sorosi ka kap politikën shqiptare për 30 vjet, majtas dhe djathtas. Nuk ka punuar vetëm majtas si në vendet e tjera, si vendet e tjera që punonte vetëm tek e majtas, synonte dhe bënte. Në Shqipëri ka gjetë terrenin majtas dhe djathtas. Djathtas janë të djathtas për qytet, tash për efekt të emisionit të dëgjuar djathtas, majtas dhe djathtas. Pra, brenda kësaj partie është majtas dhe djathtas. Mos harrojmë se në 2005 kopi ishte Sorosi komplet. Komplet Sorosi. Edhe ajo mbahet një nga gjërat më të mira që ka bërë PD apo? Po, tash më e mira për një parti të qendrës më e mira mund të jetë, por për mua si racional nuk është e mira. Po për ata mund të jetë e mira, dakord, jam kam asnjë lloj. Flas për hapjen e partisë. Po nuk është hap partia kur. Edhe ka ishin të kontrolluar. Partia Demokratike nuk është hap. Partia Demokratike ka emrin. Po ti vjen një re, nëse një person e nxjerr Sali Berisha për jashtë, ai person kapet në gur. Në momentin që ai rikthen Sali Berisha, ai pritet me lule. Pra nuk është hapi partie kjo. Funksionon e djatha në këtë lloj forme, ku është hap partia në çvend. Ma thoni ku? Atë që unë kërkova, që i thash bëjmë fraksionet brenda partisë,
sepse fraksionet janë ato që bëjnë. Dhe partitë e djatha funksionojnë me fraksione. Ta thonë do bëjmë primare, pra teoria të djathtës, do bëjmë primare, po pa fraksione. Po në primare konkurrojnë fraksionet, nuk konkurrojnë individet e caktuar nga partia. Dhe pastaj i fut në garë, pastaj thot, ky do fitoj, pastaj thot, dëgjoj, fitove ti po jo, që ti s'më pëlqen mua. S'është e tillë. Dhe prandaj po të them, ndërsa tek e Majta e kanë programin e saj. Merr njerëz, len nga çukën e bie prap. Aty i bo mësim ke shkolla partisë, shkolla partia është vetësh. Hajde ti, se ignoranca më e madhe, ti të zgjidhesh për deputet dhe pastaj të mësosh ti se çfarë është deputeti. E kupto? Pra, këto edhe ky quhet politikat. Ato që unë i kam thënë këta në momentin që marrë një karton deputeti, e fusin në xhep, atë dita ai thotë unë jam politikan. Po mirë, po deri dje pse ishe politikan? Se se njohin politikën, kjo është fatkeqësi. Kjo është gjëja më e keqe. Por, me që ma përmendësh parë, dhe po ta jap si shembull tani, kur Agron Shehaj kandidoi për kryetar partie me Lulin, ishin 4-5, gjithë të emërum nga partia ishin. Agron Shehaj doli e tha, unë nuk jam politikan, pse ke marrë kandidatura juaj për drejtim partisë? Po tha, unë s'jam politikan, po unë do e drejtoj mirë partinë. Unë ndërtohet një parti politike, kur ti nuk je politikan, si do ta drejtosh? Nuk këta i quajnë OJQ. Nuk është fondacion, nuk është fondacion. Bota nuk është fondacion si që po e trajtojnë, edhe botën po e trajtojnë sot si fondacion. Jo më këtë Shqipëri. Hajde ti 500 shoqata, futu njoni ti, tjetër sorë si këtu, atje, këtu. Më gjej një vend, se kam thënë edhe gjithmonë, po më gjej një vend që në kushtetutën e ti të ketë Sorosin brenda. Të shkruar në kushtetut, është për të vënë durët në kohë. Mi pa ata që e kam votu nuk e dim fare. Një nga këta, supozojmë që e ka votu këtë kushtetut, kur unë ja kam thënë, tha mu qatu, më tha jo, më tha s'ka mu që, o dha e ke votu. Pra, këta vetëm ngrenë karton. Me që erën të drejtësia. Këta e manikim, rrogtar, edhe ngrenë karton si thot kryetari. Jep urdhë kryetari, dakord, jep urdhë kryetari, dakord. Thot ky po, thot ky jo, dhe kaq. Po pa koncept. Nuk kanë koncept, tu mungon koncepti. Mungon. Pyetja më e thjeshtë, kush është ideologjia e të djathtës të PD-ja? Më gjej një kandidat në 173 emra, një kandidat që është i djathtë. Se nuk flas për konservatorët, se konservatorët ta harrojnë, nuk ka lidhje fare. Por një që është i djathtë, nuk e asnjë. Asnjë një emër, më thoni një emër. Edhe Ali Mehmetin Ali Mehmeti i djathtë. Thashë po më thoshin një emër tjetër, Ali Mehmetit ja kam thënë sy unë. Po s'është i djathtë, nuk ka si tjetë. Nuk ka si tjetë. I djathtë. Me që ju e me kush është... Apo tabaku. Tabakja është Soros i komplet. Pse? Pranoj tabakja, djathtë atë unë duhet, nuk di, unë duhet vras vetë. Kush është i djathtë? Të moralizoti. Që dela të shtreza i të përndjekurve. Bravo. Jo e të përndjekur, jo. A i thot tekstualisht. Katale ka pranu vetë, nuk e kam thënu. Unë tha vi nga familje e djathtë, por vetë tha jam i qendrës. Maroj. E deklaroj vetë, nuk ja thashu. Por veprimet janë të qendrës të atit, normal. Që nuk mund dalun e ti them Parti Socialiste ti e aset kombëtar. Pra kriminali që mu më ka vra, më ka pushkatu, më ka internu, më ka vra, më ka çvesh në të gjitha drejtimet, unë t'i them ti e aset kombëtar, dhe unë ta quaj veten të djathtë. Po s'ka. Sepse thash pra, ka humb ideologjia. Dhe në një parti që humbet ideologjia, ajo pastaj nuk mundet. Mirë po të humb ideologjia, ideja është ti nuk jep më dot frymën, se nuk ndërton dot kauza.
Kush është kauza që ka ngritur opozita gjatë fushatës apo para fushate? Çfarë kauze ka ngritur? Një kauzë më jep edhe të them unë po jam dakord. Kush është kauza? S'ka kauzë. Po më gjej një parti, një të djathtë konservator që nuk e shpall qeverinë para zgjedhjeve, që quhet qeveria në hije, s'ka. Këto zgjedhje nuk ishin dhe kandidatët në skenë, jo më qeveria, ishte vetëm Berisha. Po pikërisht pra sepse këta kandidat, unë ja kam thënë, nëse pat ndonjëherë të dërguarit politik të partisë në përqarqe, të mbledhin një gjithë ato kandidatë të fushat bashkë. Kisha asnjë. Po kalojmë te drejtësia, pasi aty më duket se ka më shumë gjëra që po lëvizin këtë verë se sa të shprisim nga Partia Demokratike. Gara për BKH-n, ku duket sikur ka një luftë klanesh edhe brylash, por edhe të SPAK-u kemi pasur shkarkimin e Arben Krajës nga drejtori i marrëdhënieve me jashtë, zëvendësimin e tij me Dorina Bekon, e cila ndoshta mund projektohet edhe për sipasardhët e Dumanit. Një lëvizje që është interpretuar në media edhe për faktin që Kraja ka qenë pjesë, do ishte, pra drejtori i marrëdhënieve me jashtë e komisioni për zgjedhjen e kreut të ri të BKH-s, pra që mund të jenë të ndërlidhura, por edhe dosjet janë në dorë tani keq mirë. Kjo është drejtësia e re, emrat që janë përmendur në ditët e fundit nga media sipas tyre mund të jetë Mazniku, por edhe Balluku apo emra të tjerë. Pra më shumë po lëviz aty këtë verë. Ajo që është kryesore, domethënë unë i qëndroj sepse jam njeriu i parë që kam kundërshtuar këtë reformë drejtësi që është në 2014 dhe thash që kjo është reformë e dështuar. Pavarësisht kësaj, gjatë tecurisë së saj ka pasur ngritjet edhe uljet e saj, patjetër. Por njerëzit e shohin SPAK-un si shpëtimtar apo si një organ i cili do vendosi gjithçka. Në të njëjtën kohë që harrojnë, jo për fajt të tyre, por për fajt të trumpetimit që u bë, harrojnë që SPAK-u është organ akuze. Është organ akuze, shteti akuzon. Asgjë më tepër. Është gjykata pastaj që vendos. Nuk dënon SPAK-u. SPAK-u është organ akuze. Sa i zoti do jetë ky organ akuze të ngrej akuzën apo të mbrojë akuzën në gjykatë, pastaj ky është problemi i tyre. Nuk është i im, as i popullit. Mirë, po këta e trumpetuan SPAK-un si një varg shpëtimi, varka e shpëtimit, komardarja e shpëtimit për Shqipërinë ishte SPAK-u, jo. Nuk është SPAK. Por, duke qenë se këta ndërtuan shumë institucione, dhe këto institucione të cilat mbi vendosin njëra tjetrën, bën atë pjesë i fillon edhe zvarritjet. Nëse ju kujtohet, fillimisht SPAK-u filloi të merresh edhe me gjobat e policave, ato 10.000 lekë që merrte policia. Që kërkoi ndryshimin e kufirit nga 50 mos ishte problemi. Oma edhe ke rruga, që të jepte 10.000 lekë ai, edhe me këto filloi me u marr. E dënuan një nga Pokradeci, në mos gaboj, ishte ai që u bë. Për ne po them, se mani mend. Domethënë këtu SPAK-u mori rolin e gjyqtarit, prokurorit, drejtorit burgut, ku diun gjitha. Por realisht SPAK-u nuk është i tillë. SPAK-u është organ akuze. Mbas dokumentave të akuzon. BKH-ja është organi i cili bën hetimin bashkë me SPAK-un. Por është në veprim të plot me SPAK-un për arrestimet, për kontrollet, për këto janë të ndara gjërat. Nuk është kështu kaq e thjeshtë. Do ta bëj SPAK-u, pse se arrestoi SPAK-u. Se SPAK-u do arrestoj këtë dhe do arrestoj këtë, po le ta arrestoj. Pa ja futem burg, po pse? Ka ndonjë vendim të SPAK-ut i cili bën sekuestrimin total të pasurisë, siç e ka Greqia, supozojmë. Greqia po të kapi me drogë, nuk pyet fare se si e ke vënë pasurinë, ta sekuestron totalisht me ty e familjes e njërin tjetër. Ha? S'ka. Me qa merremi ne, pra ti të bësh gjithë të bandat që
ti ke quajtur banda kriminale, trafiku drogës, tjetër, dhe sekuestrimi i gjithë tyre, sa është? 5 milion euro? Për 5 milion euro më bën diku gjitha ndër, ti nuk e justifikon me rrogën që merr. Me rrogën që merr se justifikon. Po çka ka bërë? Pra politika është ndër, për ne thash janë të dyja. Janë të dyja. Pse? Sepse politika ka lënë në kodin penal, ka lënë shpërdorim detyre. Çfarë shpërdorim detyre? Shpërdorim detyre. Ti ke firmosi tender me 100 milion euro. 50 milion euro. Ke firmos, ti ke marrë lek. Jo, thë shpërdorim detyre. Si shpërdorim detyre? Me firmën e këtij pra është bërë. Dhe pastaj kapin këto dvejdit. Po a ka më gjë. Në atë kohë, biles kemi qenë në një seminar, ku unë i thash, nuk kam nevojë të kërkoj korrupsionin. Mjaftot të ulem në shesh, e sheshi Skënderbej, dhe të shoh rreth e rreth, sa kulla janë, nga erdhën lekët, mbaroi filmi është e zgjidhur. Po jo, nuk e dua. Ne duam edhe pjesën tjetër. Dhe ky spaku këtë po bën. Mirë po mos harrojmë sepse brenda spakut, sepse që të bësh një reformë, ajo që unë kam thënë, gjëja pas ndodhi me sistemin, në një linjë jemi. Pavarësisht se kjo ka emër tjetër, por në një linjë. Kur ti ke thënë që drejtësia është e korruptuar, e ke futur në total drejtësi. Dhe kur ti thua që të jesh prokuror, duhet 20 vjet, 25 vjet, që ti jesh prokuror dhe që të caktohesh në SPAK, BKH apo gjykatë, duhet të kesh një karrierë 20-25 vjeçare. Tani ky 25 vjet, apo thu për këtë që është korruptuar? Si e veke prapë të ti? Ky është korruptuar pra se për këtë po e bën drejtësinë. Atëherë, kemi qenë në një seminar kur ambasadori Lu tha që janë 100 emra të korruptuar që prishin drejtësi dhe përmendi edhe disa familje mafioze. Po, dhe atë i them i jep me emrat, mi jep mua listën dhe unë do ta votoj. Do ta votoj në emrin tim do votoj, jo, toni po në emrin tim, po edhe në përgjegjësinë time. Pra, s'ke punë, ti vetëm i jep. Dhe në atë seminar unë kam kërkuar që shkarkimin e total të prokurorëve dhe gjyqtarëve. Total. Dhe emrimi i të rive. Pra, ta fillojmë nga aja. Se kjo është reformë. Reforma e të bën njerëz, nuk e bën letra. Në ligj e kemi, po kush i zbaton? Dhe çuditërisht, këto pastaj se edhe për Vitingun, nuk të e thash, kjo është gjyq popullor, nuk mund të ecet kështu. Nuk mund të selektosh. O bëhe për gjithë, edhe pastaj ta në qofse duan. Dhe janë të pastër. Le të vinë drejtësi. Plotësojnë atë, se pa ta bërë një 12 pika, plotësojnë kushtet. Qofse përmajnë këtyre kushteve, le të fillojnë, vazhdojnë, unë nevojë kam. Por jo, ti e merr tani, e heq, dhe pastaj shko jep mësim ke drejtësia, shko jep mësim ke shkolla magjistraturës apo del avokat. Kjo është për korrupsion, ose për paaftësi. Edhe media ka shumë fajtu se një pjesë i ka në mbrëmje analist. Për natë, mos u bë më për natë ty i ke. Analist. Pra, ky ka qenë aty s'ka bërë gjë, tash i del edhe bën analizën, tregon se si bëhet. Dhe kjo është e keqja pra. Dhe këta nuk e pranuan, çun gjykatë kushtetuese e hodhi poshtë atë propozim, se edhe Urali si ma përkrau realisht të lloj propozimi, e hodhen atje dhe vazhdu. Kur hoqën pastaj vetë, hoqën nga sistemi, aty fillon edhe bërtitën. Aty thanë, jo, po ky sistem edhe po ti shofësh, se duhet i marrësh pak në kronologji, po ti shofësh, ti kesh ndjekur nga 2013-2014 që ka fillu kjo punë, po ti shofësh gjithë ta që sot flasin kundra, gjithë kanë qenë pro. Por nga që i hoqi sistemi, tani dalin kundra. Pra këta janë çështje inati, personale.
Unë nuk flas personal, unë po them sistemi. Dhe kur themi sistemi në drejtësi tani futemi prapë kjo pjesa e parë. Kur themi sistemi, pra ndryshim sistemi. Drejtësia është sistem, është shtet. Se me drejtësinë lidhen të gjitha. Pavarësisht se është pushtet, më vete, por lidhen të gjitha. Tu lidhet edhe kushtetuta. A u ndryshua kushtetuta për këtë lloj reforme? U ndryshua. Por, më gjej një vend tjetër që të bëj reformë, pastaj të ndryshoj kushtetutën. Ndodh me asnjë vend. Çuditërisht në Shqipëri ndodhen dhe këta ekspertët e famshëm të mirë të nivelit lart, se këta caktojnë edhe ç'a niveli janë, caktojnë vetë, s'ka problem. Megjithëse në këtë lloj reforme nuk duhet të ishim pjesë e sistemit, të gjithë futën në sistem. Pra, këta pas kanë bërë ligje për vetë, se kanë bërë për mua. As për ty, as për tjetër, as për tjetër. Po ja me qinë sa mi dosin pa u shqyrtu, njerëzit po lindin, po vdesin, edhe nuk marrin do drejtësi. Se drejtësia është hallk shumë kryesor në shtetin e së drejtës. Po ti kur ai të merr ty të fut në burg për cigare hashash e ze. Dhe atë që merr konteneri nuk i bën dot asgjë. Kur ty Banakingu, megjithëse është i dënuar, i bërë një, vazhdon akoma reklama në televizor. Më fal, çfarë drejtësi është? Ç'është drejtësi kjo? Ne këtu jemi të dështuar. Por, a ka ndikuar politika? Patjetër ka ndikuar. A ka fut durët politika? Patjetër e ka fut. A ka njerëzit e vet? Patjetër. Dhe tani vjen një moment pastaj. Ajo që doli kur u hoq fondi, që u kënaqën, po ti veshre kur u hoq fondi, i Spaku dhe i këtyre, edhe i shoqërisë civile të Soros, u hoq fondi, të gjithë ta u kënaqën, se thanë, tash ky Spaku s'ka më edhe. Ikën amerikanët. Po, kur erdhi FBI-ja, unë zinë të gjithë. Unë zinë. Pse? Pse erdhi dhe pikërisht pse erdhi në Shqipëri? Se kjo është tash, pse nuk shkojmë në vende të tjera për erdhi në Shqipëri? Se këtu është më e madhja. Këtu është korrupsioni më i madh. Por a do jenë të zot që ta komandojnë, se dosit realisht, se shumë flasin, po dosit realisht janë bëra gati, nuk ka ngel gjë pa bërë. E janë bërë qyshanej, nuk janë bërë këtu. Duke janë fletë dhe arrestet, hajde ti me firmos me e bë. Problemi është se këtu del kryetari Spaku edhe thot polici thot nuk zbatojnë urdhët e arrestit. Policia pra nuk zbaton urdhët e arrestit. E kuptoni çfarë shteti jemi? E kuptoni se ku kemi ra, në çfarë drejtje kemi ra? Hiqet kraja dhe dëgjoj shumë nga këta, jo po uzin, jo po se kishin personal, jo po se kishin personal fare. Nuk është personal. Por është ajo që është thonë gjithmonë, rrjedhje e informacionit. Dhe jo pa qëllim këta kryetarët e grupeve, zhduken dhe kapen ata të vetin. Sepse rrjedhje informacioni, për aty rrjedhje informacioni. Rrjedhja e informacionit kush e jep? Zyra marrëdhënie me jashtë, se informacioni vjen nga jashtë. Pa, ju po aludoni në këtë rast që nga kraja ka dalë, nga zyra e tij ka dalë informacioni. Po s'ka se kanë del vend tjetër. Është absolute, nuk ka se kanë del vend tjetër. Gjithë informacionit që jep, qoftë Italia, qoftë Belgjika, Hollanda, Amerika, janë tek ajo zyrë. Mos harroni se Zonja Hajne ka bërë një denoncim shumë fort. Në 2024, ka qenë në ndorë 2024, ku ka ju drejtu me një letër Departamentit Shtetit. Pikërisht për këtë. Dhe ka një dosje voluminoz, mi po ky njeri nuk u lejua që të kandidoj më. Sipas gjasave do përfundojnë gjykatë dhe do i marrë ca paga. Edhe për mandatin e dytë ndoshta. Nuk është punë lekësh kjo, mos më intereson lekë. Dakor, pa e kam fjalën që Jo, nuk më intereson leku. Pse s'më intereson? Mu më intereson dëmi që më bën.
Më intereson dëmi që më bën. Jo ajo, lemi, jepja, më pa jap edhe pa gjyq fare timor. Mu dëmi që më bën mu si shtet, si shoqëri. Mua kjo më intereson. S'më intereson mua se ai mori as i mori. Nuk futem ke lekat. Zoti Merkoçi ju thoni që aty brenda ka, pra, ekziston kjo përplasje. Po jo, nuk është përplasje më. Nuk ka përplasje individuale. Është përplasje institucionale e SPAK-ut me ndërkombëtarët. Rrjedhja e informacionit nuk ka nga del tjetër. Nëse unë jam zyra me marrëdhënie me jashtë, të gjithë komunikimi është me zyrë me mua. Dhe nëse del ky informacion, do dali nga unë, se nga do dali tjetër. Por tani unë shoh edhe gazetarë që dalin nëpër studio thotë te dosin e këtij kriminali e kam unë. Nga e gjetë dosin tjetër valla. E kam unë thot dosin. Po ka e gjetë dosin. Në atë moment ndjes që në gjykatën kushtetuese një nga prokurorët tha që ne komunikoj me gazetarët edhe komunikimi është gjë tjetër. Edhe dokumentat, këtë nxirë këtë nxirë. Hetimor, do të unë jam avokat, mua s'mirë. Dhe ti, po pra si pal, nuk mirë. Dhe ti e hip ke gazetarit, dhe gazetarit del në studio. Dhe të bën gjithë reklamën. Dhe ta lajmëron kriminalin që ti je në hetim. Atëherë më fal. Çfarë drejtësi është kjo? Drejtësi për fukarajin. Pra të pambrojtur, ta marrësh ta fusësh në burg. Se u zin dy veta aty, njëri me tjetrin, dy shok u zin me grushta edhe hajde fusim në burg atje të plotësojmë numrin. Dhe ata që bëjnë vërtet krimin ne i lejmë rrugëve. Sa krimi këtë pas zbardhura? Pse nuk zbardhe? Se merren me këto vogëlësira dhe e mbushin normën, themi se kanë edhe me normë. Statistika pra. Me statistikë pra normë. Edhe e mbushin me këta. Ju kujtohet ju se sa është ai grupi Tempulli, se sa... Ja 300. Sa ishte kokaina që u kap gjoja? 1 kile. Sa ishte parave? Qesharake. Pse? Sepse kapin ca njerëz të pafajshëm, ose përdorus droge, që janë përdorus, ata e kap kollajmë. Që e përdorus droge, ati ja gjithë drogën në xhep kur dushti. Pse? Se përdorus është. Por, ju besoni zoti Merkoçi me të vërtetë që dosjet janë bërë gati nga jashtë pra për personazhe si të krimit, politikës? Jo se besoj. Sepse në fakt ndjes se po ju ndërpres edhe operacionet më të bujshme që janë bërë në Shqipëri kanë ardhur o nga Incrociati, o dosje nga Belgjika, nga antimafia italiane, nga Hollanda. Po e kuptoni se çfarë lufte dhe betejë u bën në gjykatën kushtetuese nga ishmin i cili ishte pro kësaj reformës në drejtësi, tash i ka dalë kundra dhe shante SPAK-un dhe kur mori klienti për ta mbrojt, shkoi e çoi në gjykatë kushtetuese se tha jo, tha kjo s'quhet provë. E kuptoj se çfarë çorbe kemi ne këtu. Dhe unë pra ne them, nëse këta të FBI që kanë ardhur me mend për të bërë diçka, them se do bëjnë. Por dalin emrat që domethënë i din gjithë dhe në jurisprudencë është kjo që në momentin që një fakt publik nuk kam nevojë as për dëshmitar. S'kam nevojë për dëshmitar. Çfarë është duam? Ku një X person i panjohur merr në rrugë duke njeh njëri, merr 3 vota, 20.000 vota, çfarë duan më tepër? Çfarë fakti të kërkoj? Ka fakt tjetër ku një kryeminist i cili është gjysmën e qeverisë ka në burg, 3 qereku në administratës e ka në derë SPAK-u. Fiton mandatin e 4, jo e fiton, po merr 83 vota, çfarë të kërkoj më tepër? Po fakti është konkret. Mjafton vetëm ta gërvishësh. Tash kush do e gërvishësh puna? Kush do ta gërvishë që të dali? Po që është domethënë nuk di çfarë emri t'i vej. Po që dosjet janë përgatitura për ne, këtë e kam deklaruar, jo sot, këtë e kam deklaruar para 10 vjetësh, nuk deklaroj sot. Ashtu siç deklarova kur thash 200
43 emra janë non grata, politikan, Këtu prokuror. nuk e di se nga 2021 që ishte e fundit e Berishës, nuk ka ende një rifreskim nga Dashi për emra të tjerë të shpallur paktën publikisht. Ndoshta Jo. nëse ngim vizat mund të jenë hequr, ndoshta Ajo, mund të jenë thirrur konsullat për t'u anuluar vizat për politikanë. Po pra, varet edhe nga interesi. Nëse ju kujtohet ke vitingu, kur ka dalë zonja Hajdari, tha, ma mori pasportë, do të thënë asaj ja hoqi vizën, po se kanë nxjerrë në faqe. Apo tjetrin, ka shumë që ju kanë heq vizat, po si nxjerrën në faqe, për interesa. Nuk përbën ndonjë lajm madh, themi. Nëse Berisha ishte gjë tjetër, që ishte politikani më i vjetër, ish president, ish kryeminist, por nuk e ka peshën me atë. Pesha specifike është më e madhe ke ky, patjetër. Nga administrata Trump, pra deri tani zyrtarisht nuk kemi gjë. Dgjoj, nuk merret, dgjoj. Ka një problem në Amerikë. Në Amerikë politika amerikane është atillë se nuk e hedhin kollaj njëri tjetrin ata. Edhe si kur tjetë gabim. Një e para. Dhe ajo që u bë dëm për mua, po dëm në thonjë se është edhe pjesë deklarimi i kontratave, i bërave dhe duket pastaj ju dha një kotacion sikur në Amerikë bëj çat kesh qef, paguaj lekët dhe ta heqin. Kjo është shumë e rëndë për. Duhet ta pranojmë dhe këtë. Pra, dalja e këtyre gjërave në shesh ishte negative, pavarësisht se këta e quajnë pozitive, po ishte negative. Negative pikërisht për këtë, edhe sikur mjafton që ti thon kam pagu X lek për këtë punë, aty more fund Amerikë. Nuk të fal njëri aty. Se ka një reputacion tjetër, superfuqia botës, nuk është një vend që themi Shqipëria dhe hajde, se s'po dëgjon njëri. Domethënë, këtu janë ca raporte tjera, dhe këtë nuk kuptojnë, që nuk funksionon bota në këtë lloj forme, që hajde paguaj lekët, bëj çfarë dush ti, paguaj lekët dhe ik. Jo. Dhe këtu tash ka ngel ai ngërçi. Pra ne nuk ka më. Mirë po ata nëse ata do ta shohin të arsyeshme, supozojmë X-i përbën edhe problem për ta, në atë moment ai e nxjerr, nuk e ka problem, se e ka gati. Mos harroni, a ditë që kanë bërë këtë lloj deklarate, nesër ka dalë Yuri Kim, ka dalë në derë të KQZ-s dhe ta kryetarët e partive do të kenë kujdes në listat e si është shpalla akoma Berisha non grata, Dakor? Kështu që politika është gjë tjetër, diplomacia është gjë tjetër dhe fakti gazetaresk është. Analiza është gjë tjetër. Duhet bësh një analizë politike apo analizë të quajtur analizë partijake, tifoz. I paguar që unë filloj të lavdroj ty, tjetrin, ha? Ose çaj këtë siç bëjnë në përstudi, që i ke vënë re, dihet sa del X i thot ky është me këtë, sa del Y del me këtë dhe nuk ka një analizë totale, një analizë të përgjithshme. Që ti të marrësh një çështje, ta trajtosh nga fillimi deri në fund dhe të nxjerrësh konkluzionin, se analiza është problemi që konkluzionin nxjerr, ku del. Pra, ai dëgjuesi, ai që lexuesi, qoftë edhe në shkrimet e gazetave, po edhe nëpër media, që ke kontakt me dëgjuesin apo lexuesin, kur ta lexoj shkrimin tënd, duhet kuptoj, të nxjerrë një konkluzion. Po nëse nuk nxjerr një konkluzion, po ti thua ky ka vjedh kaq, ky ka vjedh kaq, ky ka vjedh kaq, dhe këtë e quajnë analizë. Pastaj edhe ai dëgjuesi ose lexuesi bëhesh pa besueshëm te ta. Kjo është e gjitha. Zoti Merkoçi, të falenderoj shumë për bisedën, për këtë analizë gjatë që shvilluan në disa këndvështrime nga politika tek drejtësia, por edhe marrëdhëniet me aleatët, por sigurisht edhe atë që po ndodh lindjen e mesme dhe emigrantët që ndoshta pritet të vërshojnë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve.